Unë kam plan me u marrë pak ma gjatë me partitë opozitare. Pa e që mund të them unë është se PDK-ja ka qenë partia e dytë ma e madhe, që plot njerëz kanë shpresu që kam rrit votën, dhe natyrisht nuk kam prit ramjen e LDK-s që ka të madhe. LDK-ja me numër të votash ka ma pak se sa që ka pas në kohën e Abdullah Hoxhit, kur ka qenë kandidat për kryeministër. Tani në përqindje, këto përqindjet lëvizin. Si do qoftë, ajo që është shumë e rëndësishme për mua është që e thëmë me bindje një gjatë e tillë. Nuk ka humb Bedria, ka fitu Kusia. Ka fitu Kusia në mentalitet. Sepse Bedriu, ka dhënë alternativa dhe zgjidhje konkrete për problemet të caktuara. Ta zëm për zhvillimin ekonomik, ta zëm për energjinë elektrike, për pagat, për pensionet, për mirëqenien e përgjithësi, për mënyrën e të bëmit biznes, për të vëshën që duhet mbledhet brenda dhe jo në kufis, siç vazhdon me qenë, dhe për shumë probleme tjera. Por megjithatë, nuk dashti populli me dëgju një gjë të tillë. Madje unë kam dyshime serioze që mbase as nuk e kanë kuptu një pjesë e madhe, dhe një pjesë tjetër kanë refuzu me dëgju. Dhe problemi më i madh është kur refuzojnë me dëgju. Sot është ngrit një masë e cila nuk dëgjon as ty as mu. Është vetmja mënyrë për me u mbrojt prej argumentit duke të refuzu për mos me dëgju. Dhe nëse unë e ty nuk dëgjoj, nuk e di çka bën, nuk e di, natyrisht që unë e kam versionin tim kënej, i cili ta mund tonin dënë se nuk e kemi ballafaquar në të edhe asnjëherë. Pra argumenti ka humb përballë propagandës edhe përballë këtij modelit kulturor të Kusisë, i cili fatkeqësisht e ka kap këtë vend. Tani, si lufton opozita me Kusinë? Si duhet luftoj opozita 4 vjet e ardhshme me modelin kulturor të Kusisë? Zhurma e Kusisë është më e madhe se secili argument që mund t'jepet në Kuvendin e Kosovës, apo në konferenca për shtyp, apo kudo në forume të ndryshme politike, ekonomike, sociale të këtij vendi. Kusia është zhurmuesi, jo argumenti me të cilin ballafaqohemi ne duke i renditur ta zom energjinë elektrike. Energjia është e papërballueshme. Në një kohë kur zoti Kurti thoshte që ne flajmë mbi çmyrë, është e pa kuptim që energjia të shtrejtohet. Duhet të ulet çmimi. Nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Ne jetojmë sot nën helm të djegjes së çmyrit në përshpit e shqiptarëve, e kosovarëve në përgjithësi. Sepse kur kanë ardhur në pushtet e kanë shfuqizu një udhëzim administrativ që ndalonte përdorimin e çmyrit për ambisri, pra për të ngrohur. Çmyri ka qenë i lejuar vetëm për industri, këtë rast për kekun. Dhe këta e lejojnë, sot është ajri më i ndotur i mundshëm në Prishtinë, kryesisht në Prishtinë, për shkak të djegjes së çmyrit. Pra, këto argumente, këto pasoja afatgjata edhe në shëndetin ton nuk po dojnë me i pa. Veçanërisht ata që nuk jetojnë në Kosovë. Veçanërisht ata që kanë ardhur për 2 ditë, 3 ditë, 5 ditë, një javë, me dhënë votën edhe me u kthy në Gjermani, ku ajri është me standardet më të larta, në Zvicër, ku mirëqenia është në standardin më të lartë, në Norvegji, Suedi, ku do qoftë. Dhe tani, ky ballafaqim mes modelit të Kusisë dhe të këtyne fakteve, ka me qenë tepër i vështirë me u balansu ndonjëherë, në mënyrë që njerëzit me mendu racionalisht, për çdo ditë, çdo orë që e kalon dikush jetën në këtë vend, që jep kontribut, që pagun taksa, që krijon punësim, që krijon mirëqenie për vete, për familjen, po edhe për rrethin e shoqërinë. Si duhet mi abo tash këto 4 vjet e ardhshme, kjo opozitë, e cila pos që psoj fiasko, LDK-ja konkretisht, nuk arritën qoftë edhe ka një deputet për me siguru.
se ta merrnin vetëm një deputet ma shumë të trijat. Një LDK, një PDK, një AK, rezultati do të ishte ndryshe. Pra nuk do të ishin 56 deputet, as 48 që ishin në zgjedhjet e shkurtit, por do të ishin 45. Dhe në një rezultat me 45, mbase qeveria do të kishte përbamje tjetër.